Këto ditë në media u shpërnda nga zyra e propagandës se Erion Veliajt, një material i hartuar nga një studio që u reklamua si studio konsulence juridike e të akuzuarit Erion Veliaj. Duhet të sqarojmë se askush nuk ndalon askënd që të angazhojë edhe studio juridike të huaja që t'i shpjegojnë atij vetë peshën, rëndësinë dhe përmasën e akuzave që organi i akuzës ka ngritur ndaj tij. Për ta bërë këtë nuk duhet të lexosh ligje, as që të kesh bashkëshorten juriste të Sorbonës. Mjafton të kesh shumë para, madje nëse do që të mburresh se ke shumë para, mund të paguash edhe studio vendase, edhe të huaj njëkohësisht. Erion Veliajt paratën nuk i mungojnë. Në fakt, akuzat e Spakut të lidhen pikërisht me parat, ndaj shifra e shpenzuar është argument që forcon akuzën dhe jo mbrojtjen në këtë rast. Çështja është gjetke. Akuzat ndaj Erion Veliajt janë ngritur nga Spaku. Vendimet e ndërmjetme si dhe vendimet e tjera lidhur me masat e sigurisë ndaj Erion Veliajt janë konfirmuar në të gjitha shkallët e shqyrtimit gjyqësor. Ky është sistemi i drejtësisë penale, jo vetëm këtej Adriatikut, por edhe përtej. Këtë nuk ka student juridiku që nuk e di. Më pas, insistimi i studiove juridike të Veliajt që ata të paraqiten në organin e akuzës dhe në gjykata si përfaqësues të akuzuarit është aq i tepruar, saqë duket e pamundur që kjo dije të mos zolërohet nga juristët e përmasave ndërkombëtare si këta që ka zgjedhur Veliaj. Në rastin më të keq, këta duke qenë se nuk janë avokat penalist, por thjesht lëbues, nuk kam se të thellohen në ligjin penal. Në rastin më të keq janë ca tregtar që kanë kapur një lopë e me që e shohin plot, po kërkojnë ta mielin nga çdo drejtim, duke pretenduar se po përpiqen ta ndihmojnë. Ky opsion është më i besueshëm se sa opsioni që këta konsulentët anglez vikan në dyshim të gjithë sistemin penal në Shqipëri. Nëse duhen respektuar pretendimet e tyre, i gjithë legjislacioni penal në Shqipëri duhet të rishkruar që t'i përshtatet të gjendjes dhe nevojës që ka aktualisht të klienti Veliaj. Konsulentët thonë, për shembull, që organi i akuzës duhet të ngrejë një herë akuzën, pastaj të vendoset të masa e sigurimit. Ky leksion mund të jetë edhe i shtrenjtë, por nuk përputhet me atë që ligji penal parashikon. Në Shqipëri kështu mbahen në paraburgim shumë e shumë nga të dyshuarit, kur provat mund të prishen nga xhirot e të akuzuarit nëpër qytet. Në fund, kur hetimi mbyllet, njoftohet akuza. Njëjtë ka ndodhur me rastin e Veliajt të 10 të tjerëve. Kodi nuk ka dispozita që parashikojnë zbatimin në mënyrë selektive. Konsulentët po na propozojnë një model drejtësie rast pas rasti. Si të jetë rasti? Si në Angli? Një avokat mundet edhe të zgjedhë si taktikë mbrojtjeje prononcimin për mediat, por kjo bëhet në përballje direkte me gazetarët dhe jo me shpërndarje të vijës së mbrojtjes. Në përballje direkte gazetarët pyesin, avokatët përgjigjen dhe secili demonstrojnë live njohuritë e veta mbi ligjin dhe sistemin. Ndihemi të obliguar që ta këshillojmë të paraburgosurin Veliaj se shpërndarja për mediat e vijës së mbrojtjes ndaj tij nuk duhet i faturohet. Është jo etike t'i faturosh një klienti si shërbim, thjesht dërgimi në adresa redaksish me email të një materiali të hartuar nga avokatët. Askush nuk pret që nga ai material të mbrohet akuza. Kjo do t'ishte çmenduri, por kontrollin e akteve të organit të akuzës e ushtrojnë në gjykatat dhe jo studiot vendase apo ato të huaja të avokatisë. Dhe kjo është kështu, edhe kur ato janë të kushtueshme, madje aq më shumë kur ato janë të kushtueshme. Sistemi nuk është aty që studiet e shtrenjta të justifikojnë faturat e majme. Në shtetin ku paguan taksa, besojmë, studioja që paguan Veliaj nuk i bën dot njeri presion hapur drejtësisë. Pa diskutuar që vlerësimi për burimin e parave që paguhen nga një njeri i akuzuar për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie është i njëjtë kudo në planetin Tokë dhe Anglia nuk bën përjashtim. E vetmja karakteristike këtyre lobistëve anglez të shitur si studio konsulence juridike është sa ata paguhen nga Erion Veliaj për të vënë në dyshim një sistem drejtësie të ngritur si rezultati një reforme të paguar nga taksa paguesit e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian dhe Britanisë së Madhe. Në këtë pikë, mund të kënaqemi vetëm me faktin se një pjesë e pagesës së Veliajt për lobistët konsulent derdhet në formë taksash e i rikthehet Britanisë së Madhe. Po të huazonim pak nga fantazia e dëshmuar nga lobistët e konsulent të Veliaj, mund të themi se kjo është forma se si populli shqiptar ka zgjedhur t'i kthejë borxhin popullit anglez dhe mund edhe të krenohemi me këtë fakt.